Pas vënjes së luleve të freskëta të shtatori e Skënderbeut, në qytetin e Dibrës u mbajt një mbrëmje artistike kushtuar 620 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ishte kjo një ngjarje që bashkoi artin, kulturën, historinë dhe krenarin shqiptare. Koncerti u moderua nga sopranja Besiana Mehmeti, e gjithë kjo me motën e koncertit solim nga Dibra në Arbëri. Gjergj Kastrioti Skënderbeu nuk e donte luftën, e donte paqen, e donte lirinë e popullit, lirinë e shqiptarëve dhe një Evropë të bashkuar. Andaj sot, pa diskutim, mbetet një prej figurave më emblematike në tër botën, për atë që i fali dhe i dha kombit. Sot përkujtojmë 620 vjetorin e lindjes të herojit dhe birit Dibran Gjergj Kastrioti Skënderbeu, tha në fjalën e tij njeriu i parë i Dibrës, Hekuran Duka. Një figurë që i tekalon kufijtë e kohës, një emër që përjetësohet në historinë e kombit tonë dhe një simbol që na bashkon të gjithëve, për te dallime e krahinore politike apo fetare. Skënderbeu nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte vizionar, një strateg i madh, një mbrojtës i identitetit kombëtar dhe i vlerave europiane që në shekullin e 15. Ai ishte i pari që kuptoi se për të qëndruar të lirë, shqiptarët duhet që të qëndrojnë të bashkuar. Ai i dha Evropës një mesazh të qartë se në këto male, në këto fusha dhe qytete jeton një popull që nuk do të jetë para robërisë. Dibra, kjo trevë e lashtë dhe e nderuar, ka qenë gjithmonë pranë udhëheqësve të vërtet të kombit. Ai i dha Skënderbeut burra të fortë, të armatosur me besnikëri dhe guxinë. Në betejat më të vështira, krahas tij qëndruan bijt e kësaj toke, të cilët nuk i ndal as frika, as stuhia. Ndaj, është mos e natyshme që sot Komuna e Dibrës organizon këtë koncert madhështor për t'i dhënë nderimin që meriton një figure që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë. Fuqit madhe që i dhën kasoti, së djeg flaka e se djeg baroti, shpata ti than malin dysh e qa. Këtë ngjarje e përshëndeti edhe Denion Mejdani, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sot jemi mbledhur për të kujtuar lindjen e një zëri që nuk u hesht kurrë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, biri i Dibrës, emri që u bë flamur, simbol dhe frymëzim. Skënderbeu nuk luftoi për kështjella apo tituj.
po për një fjalë që ne shqiptarët e kemi më të shtrenjtë se jeta, besa. Skënderbeu e mbajti besën me popullin, me tokën, me historinë. Dhe për këtë ai fitoi diçka më të madhe se çdo kuror, fitoi përjetësinë. Në një kohë kur tradhtia ishte monedhë dhe zakonshme, ai zgjodhi të bashkonte. Kur princërit grindeshin për territore, ai thiri për një qëllim më të madh. Ai nuk i zhduku dallimet mes tyre, por i vuri të gjitha në shërbim të qëndresës dhe të një ideje që nuk kishte ekzistuar më parë. Një Shqipëri që flet me një zë dhe ngrihet për një qëllim. E ku më mirë se në Dibër mund të flasim për këtë qëndresë, në këto male që i dhan burrit shpatën, kalin dhe betimin, në këto lugina që mbajnë ende zërin e betejave dhe erën e lirisë. Dibra nuk është thjesht vendlindja e Skënderbeut. Dibra është themeli i qëndresës shqiptare, toka ku nisi një epokë. Skënderbeu ishte strateg, ushtarak, vizionar, por mbi të gjitha ishte bashkues. Ai ndërtoi një vetdije kombëtare, një ndjenjë se ishim bashkë dhe kur ishim pak, dhe kur ishim të rrethuar. Sot, në dilindjen e tij, le të kujtojmë me fjalë të thata e klishe tipike. Le ta kujtojmë duke ecur me dinjitet, duke folur me guxim dhe duke mos e ulur kur kokën. As para padrejtësisë, as para harresës. Le ta kujtojmë duke ndërtuar bashkimin aty ku historia ka mbjellë ndasi, duke mbajtur besën në kohë dyshimi dhe duke qenë zëri që nuk trembet. Skënderbeu nuk na la vetëm një histori për treguar, por një udhë për të ndjekur. Dhe Dibra e tij është gjithmonë aty në ballë ku historia thërret. Lavdi Skënderbeu, lavdi shqiptarisë. Skënderbeu vazhdimisht ka qenë i ngritur lart edhe në për opera këngë të vendeve të ndryshme, tha maestro dhe dirigjenti Zhani Ciko. Për luftrat e Skënderbeut dhe lidhja e tij me vendligje, foli akademiku Muhamet Male. Nëse sot, nga retrospektiva historike, analizojmë epokën e Skënderbeut, mund të themi pa hezitim se sikur mos ishte rezistenca shqiptare e viteve 1443-1468, harta etnike, fetare, politike dhe sociale e Evropës së sotme do të ishte krejt tjetër fare. Në skenë ngjit edhe mjeshtra e madhe e këngës Mariana Leka dhe pianistja Rudina Ciko.
Aktori Gjivat Limani bëri monologun e Gjergj Kastriotit me luftëtarët e tij. Është argjëtrimi që harron vatrën e vjetër dhe shkela mbi çdo urdhër dhe grad tjetër, lash perandorin me dapina dhe stolira, vetëm për pak zgëzim në buzët tuaja të ngrira. Kapetan dhe ushtar Trima, Liri nuk ka thëlla unë, po e gjeta këtu, në mes tuaj, as armët nuk po dhash, po ju gjeta të armatosur, me plak në Liris në balë, në shpat, dhe nuk ushtat, si gardian besnik, emëruar prej tip ati, ndaj shtermën i tani, që mendimin e Perëndis, t'i marrim të gjitha portesat për armikut, dhe mos themi asnjë prap i gjallë, qoftë edhe me plak në balë, dhe ta di qielli e leu, unë jam Gjergj Kastrioti të Ndërbeu. Hej, fort po shtrita i djel, dhe burimi këngët e lugjeve, mi për cjell. Hej, fort po ngrot a i djel, edhe trimat në përma mi sjell, mi për cjell. Kryetari i Komunës së Dibrës tha se ditëlindjen e Skënderbeu do ta shënojnë Komuna e Dibrës për çdo 6 maj.